e kanë dezorientu orientimin e shtetit. Zoti Iko, a janë këto sinjale për zgjedhjet e reja, siç thënë zoti Arif? Përbes shpresoj që jo, shpresoj që ky vend nuk ka nevojë me përjetu edhe një herë këtë proces, po unë kisha pas qef që nesër na me qenë aty në parlament të fol për strategjinë e ardhshme të Kosovës ndaj inteligjencës artificiale. Kisha pas qef që nesër me na thirrë me fol për një strategji se si me përmirësu arsimin, se kemi dështu totalisht tash në test të arritshmërisë besoj keni pa në PISA jemi të fundit. Kisha pas qef që na sot me pas përfundu një ligj për qasje edhe punë më të mirë në infrastrukturë, sepse ka 6 vjet që një rrugë nuk mundet me u kry. E na tash jemi natën këto ora 11 diçka, i kemi hyrë njerëzve atje në televizion e i flasim kush ka faj me shku në zgjedhje apo shkon në zgjedhje, pse s'po shkon në zgjedhje mas 3-4 herë që e teprum. Domethënë, jemi të dështu me u marrë vesh me zveti, një popull shumë i vogël, pak parti, pak deputet, për mujt me gjetë një rrugë përpara. Nuk ka të keqe kur gjë me bisedu partit politike me zvete. Duhet me bisedu. Politikan duhet me bisedu me gjithë zgjidhje. Na mund të kemi kundërshtime në ideologji edhe në strategji se si duhet të ecim përpara. Unë jam i djathtë, dikush mund me qenë i maj, dikush duhet me mendu se duhet investohet në rrymë me energji ripërtreshme, dikush thotë jo duhet me thënë gjellë sepse kemi, dikush thotë arsimi duhet kthehet pak në aspektet e mëhershme, dikush thotë duhet digitalizohet. Këto janë gjëra normale. Po ne nuk po bisedojmë për gjëra normale. Ne nuk po i prishim si me thonë, këto marrëveshjet, ose s'po mund të arrijmë marrëveshje për këto gjëra. Se për këto gjëra mos me pas marrëveshje. Çfarë pyetje, bro? Po janë intereset, janë manipulimet që po vijnë tash prej anës tem, manipulimet vijnë gjithmonë prej lëvizjes vendosjes, sepse nuk po janë ferr në qasje. Ata thonë hajde bisedojna për presidentin, tani thotë jo na vijnë 84 vota, 85 në kuvend. Vetë thotë, nuk them, nuk janë fjalë të mia këtu. Zoti Kurti thotë na vijnë 84 vota. Ndoshta thotë se s'ka siguri se jeni gjithë. Po mirë, po me LDK-n dhe me vetëvendosjen nuk buhen 84 vota. Bëhen 81. Tash buhen 80, as 81 nuk buhen. Atëherë u bënë 81. Nuk i mjaftojshin 81, se kena vijnë 84-85. Nuk buhen 84-85, nuk buhet 81-84. S'mund me shpik delegat. Tash apet thot, i kum thirr, nuk din as për çka të ka thirr. Nuk të ofron diçka konkrete. Thot mund ta kom presidenti, ty s'ta ka dhon populli. Domthon këto manipulimet e fjalëve janë, si me thonë, për fat keq janë primare, e nuk ka kërkum biseda për parime. Nuk ka deklaruan edhe zoti Abdixhiku dhe zoti Kurti thënë se kanë folur veç për parime. Po për tash biseda e fundit, që nuk është publike. Unë as deputet e vetëvendos nuk e dim, kanë folur liderët e partisë. Besoj merret vesh tash për çka kanë folur, por ish dashur bisedohet vetëm për parime në fillim. Parime thelbësore, si truhet kushtetueshmëria, si truhen institucionet. Sot të gjitha institucionet në Kosovë janë të kapëna, e pa tash e kishin vepruar edhe me AKP, tash po dojnë me marr AKP-n. I kanë vendosur personat e tyre me librez, përpara bile u ruajshin ka pak partitë politike, tash nuk po ruhen, e kanë kaluar nivelin e kapjes, tash me libreza partisë i kanë në secilin institucion të shtetit. I ki mbi 3000 të ndër një burimor, unë nuk po them që gjithë janë të keq menaxhuar aty, po disa prej tyre vërehet që ka shumë hapësirë për me qenë keq menaxhuar. E ki humbjen e partneritetit strategjik, s'paku pezullimin, mos i them humbjen, sa mos i hak, ndërsa armiku jon, po e them kështu, edhe s'është as kushtimisht, për fat keq është armiku jon, Serbia filloi pano prej një vendi të thënë të kanë ndihmuar me u çliru. Ajo Amerikë. Ndërsa Serbinë e bombardon me 10 miliarda euro armatim, mas 25 viteve kemi mbri me ndërtu aso politike që i kemi ndru antë. Ajo ndërton partner strategjik me Serbinë, ndërsa me neve e pezullon. Ish dash secili qytetari i Republikës Kosovës me dërgu një email të zotit Kurti, me thona bën me ditë pse po ndon, pse ka ndodhur kjo. S'kena nevojë me qenë kështu populist ose patetik me thonë pse po na prish me Amerikën. Dhe s'po du me thonë atë. Po pse u pezullu? Konkretisht me lyp, me kërku prej kryeministit vet, të cilin e kanë votu qindra mira njerëz. Pse është pezullu kë? Kur e boni
zoti Rama këtë pyetje këshin fillu me do shaka, me do zënë, domethënë një pyetje shumë normale që çdo secili qytetar me vo, me thon pse është pezullu kë, edhe me u përgjigj kryeministri duhet më u thirr, kryeministri me thon pse është pezullu, ne merremi këtu kush çka po merr ti, po ti dhone ty 4 ministri, ama ti muni këta, të bëjnë ty zavens kryeministër, po ti s'po të bëj këto janë, kjo është pazar, domethënë, si në pazar të kjerëve ma let merresh vesh. Nëse e keni ndëgjuar zotin Kurti, gjithë manipulimet e tij para kalimit në zgjedhje kanë qenë ja ofrova në 4 ministri edhe zavens kryeministrin ose krye parlamentarin, po tani kur va ofron këta edhe buna këta do vash këta. E tash, presidenti, zotë Zoti. Ma bëte kot. Unë ndëgjoj, unë mendoj që mundemi mu marr vesh. Veç duhet me elon egon, interesin personal, këtë idenë A insiston LDK-ja akoma në presidentin? No? A insiston akoma LDK-ja në presidentin? Unë mendoj se secila parti politike, secili politikan duhet me insistu që 3 pozitat kryesore mos me imbajt një parti politike. Qoftë ajo dhe LDK-ja. Hipotetikisht nëse në tarë me LDK-ja, unë shpresoj, po tarë me LDK-ja rritet, edhe besoj, unë si deputet i LDK-s nuk kisha pas qef që LDK-ja me i kontrolu 3 partit kryesore. 3 postet. 3 postet kryesore shtetërore. Sepse mendoj që është mirë për kushtetutshmërinë, për stabilitetin, për të ardhmen e këtij vendi. E këtë qanë nuk ke pa të deputeteve vendosjes. Sepse mendoj që edhe deputeteve vendosjes kanë mujtë me shku të zoti Kurti me thonë, kemi kryeministrin, e kishim komplet qeverinë, e kishim kontrollën parlament me 66 vota i kishim, por insistoj kemi marrë edhe presidentin. Tash filloj me u bojë qartë edhe pse po merret është kërku puna e presidentit. U caktu krye prokurori, tash u shkat. Asnjë reagim se keni pasur. Asnjë nga partitë politike opozitare. Por bez veç muçi, veç muçi. As alianca. Ishte Gjini mos reagimi. Po. Mos reagimi vjen edhe si pasojë asaj se e kanë lënë vendin pa krye prokuror 4 vjet. Është një ndër vendet e vetme në Evropë që 4 vjet ka mbet pezull, duket 4, mos i ndan do shta shumë, për 2021-s. 4 vjet. Gati 5 vjet pa krye prokuror. Po na nuk e kena bllokuar, por LDK-ja nuk e ka bllokuar krye prokurorin, e kupton? Do të thonë LDK-ja nuk po e bllokon qeverinë që është 6 vjet mos me i mirë